dişlerinden bir yaklaştı. Lanet yat. Tim kansa korunmuş ki. Fjärde yaten nog hoppat.
Mirë mbrëma dhe artistëve. Për mua pak ishte shumë kënaqësi të isha sot pjesë e këtij aktiviteti. Në fakt, ndërkohë që gjithë talentët, edhe unë nuk do uroja fare që të quaja talentët, nëse po duhet edhe që t'ju kthej kurrizin. Ndërkohë që këta po performonin, në fakt po mendoja të gjithë kohës rreth mundësive që duhet të krijohen nga pikpamja e investimeve publike për të krijuar gjithë atë aksesibilitetin në mënyrë të tillë që talent si puna e këtyre që sapo pamë sot të kenë të gjithë mundësinë që ta shfrytëzojnë hapësirën publike në dobinë e talentit. Çdo ditë në kryezat tona të vendimarrjes ka një dilemë e cila gjatë gjithë kohës është 5 vjet me 5 vjet. Se ku të fokusohen më tepër investimet? Në infrastrukturë apo në kapacitete? Që këto dyja gjithmonë ecin paralel. Ecin paralel sepse ndërkohë që bashkia dhe institucionet vendore e kanë për detyrë funksionale dhe primare që të krijojnë kushtet dhe hapësirat, janë pikërisht këto talent që pamë sot, të cilët na bindin neve çdo ditë që këto janë investimet e duhura. E thash këtë në fakt për të gjetur rastin që jemi në këtë sallë, e cila është e rikonstruktuar së fundmi, por kjo nuk do të thotë që ndalohet këtu. Këndi dua të luaj është një nga investimet më të fundit që duket e gjithë popullata aleziane, edhe nuk do ta kufizoja vetëm në qytet brenda, me zgjidhje shka pritur që krijohet kjo hapësirë që dalë dhe të çojë fëmijët e tyre. Kështu që unë doja të falenderoj në mënyrë të veçantë të gjithë talentët që janë këtu dhe njëkohësisht i siguroja po në atë forcë të interpretimit edhe të performancës që patëm këto për të ardhmen e të rinj në Lezhjan, që edhe ne si institucion vendor do ta bëjmë punën tonë me po të njëjtin pasion që këto performohen këtu. Shumë përgjithësues, shumë të nderuar, nxënës të pranishëm këtu, për të ndjekur bashkëfushatarët tuaj, të cilët performuan në mënyrë më shkëlqyese në skenën e Pallatit të Kulturës. Ne shpesh Lezhën e kemi parë si një qendër të rëndësishme turistike, si një qendër të rëndësishme historike, por në mënyrë gardëpare, Lezhë të shmohur merr edhe përmas si një qendër të rëndësishme kulturore dhe artistike. Dhe kjo, falë fëmijëve tuaj të dashur prindër, nxënësve tuaj të dashur mësues. Normalisht ne themi që institucionet arsimore formojnë dhe edukojnë brezit e ri, por pasojnë nga ana tjetër janë institucionet të cilët promovojnë talentet. Dhe nga ana tjetër i ndihmojnë që ato të ngjiten në shkallët e karrierës së tyre artistike. Por kjo gjë do të ishte e pamundur nëse ata nuk do të kishin një përkrahje nga njerëz të mrekullueshëm dhe shumë profesionalistë, siç janë Rudina, Albana dhe gjithë stafi i Pallatit të Kulturës dhe i Qendrës Kulturore të Fëmijëve, të cilën dua ta falenderoj sinqerisht. Nga ajo që në fakt, fjalët tona janë të tepërta pas performancave të mrekullueshme që kanë dhënë paraqiten para nesh. Dua të falenderoj të gjithë emër për emër për emocionet e bukura që na dhuruan. Falenderoj organizatorët, mbështetësit, dhe ne drejtuesit e institucioneve premtojmë këtu para tyre që jemi gjithmonë dhe do jemi vazhdimisht në mbështetje të tyre për të tjera aktivitete të bukura. Ju e shihni që dhjetra aktivitete të bukura realizohen ditë ditës. Jam shumë e lumtur që në Lezhë po lulëzojnë çdo ditë talente të reja. Suksesin gjithëve. Unë nuk do i falenderoj organizatorët, pasi jam një nga organizatorët, kështu që është tepër të rritur të falenderoj organizatorët. Falenderoj shumë për durimin, falenderoj shumë gjithë këtyre të rive për pjesëmarrjen, për angazhimin dhe ju uroj suksese. Këtu gjithë janë fitues, domthonë
dikush është më i mirë, dikush është pak më i mirë, por për ne ju një gjithë fitues dhe ju uroj sukses në rrugtimin tuaj. Është një gjithë, unë është saktuar që të ndaj çmimet për multimedia, sigurisht që është një zhanër i ri, por që sigurisht nuk i kurajohen ferit e gjimnazëve që përfshirën sepse është në interes të tyre dhe ne kemi marrë 3 çmime, çmimi i tretë shkon për Sindi Lekaj, por që në fakt do ta bëj vetë sepse Sindi nuk ka mundësi të jetë sonte këtu. Të ndaj çmimet për interpretimin. Interpretimet ishin gjitha të mira, edhe kisha shumë të vështira realisht, detajet vogla kanë bërë diferencën. Çmimi kur ajo shkon për Geraldin Drecën. Vend i shkon Alicia Gjergji. Lejoni falenderoj një radhë parë që konkurrentët ishin shumë të mirë. Unë kam përshpërndar çmimet e instrumentistave dhe çmimi i tretë i shkon Mikela Mark. Përshëndetje gjithëve, herë nga parë të falenderoj ka nxënës të mrekullueshëm fëmijë për guximin, iniciativën. Falenderoj dhe faleminderit të cilët i kam shoqëruar gjatë gjithë kësaj kohe dhe janë shtetja më e fortë e këtyre, mësueset me të cilat janë marrë tani spektaj me emër për emër. Gjithë tjerë që punojnë këtu dhe jam shumë e lumtur që kam disa me që marrë pjesë në këtë juri, por jam e lumtur edhe që shoh këta fëmijë kaq të talentuar. Po fitoj me dy çmime në Buranite, Daniela Gida. Cristiana Nikol. Dhe Luis Nundaj. Bravo e madhe për gjithë të artistë të rinj. Unë do ndaj çmimin e parë për ju, Claudia Ndosa. Vendi i tretë në kërcim masiv, Colin Gjoka. Vendi i tretë në kërcim solo, Isabela Mash. Çmimi i dytë multimedia, Floral Basule. Interpretim Victoria Prenga. Vendi i dytë në instrument Konda Lika. Vendi i dytë në kërcim Megi Coku. Në kërcim masiv Shkolla Leshnik Doka. I dytë në këngë Engela Kifti. Rikthehemi prapë të multimedia dhe çmimi i parë si dhe kupa e fituesit që i përket Georgina Zyma. Alesia Cami. Vendi i parë për instrumentistën Kleti Hamdi. Kanë Elina Zeti.
kërcimin, edhe kërcimi në grup e fiton shkolla Regacionista. Urime, bravo. Ani këtu. Njëherë do të falenderoj të gjithëve që keni marrë pjesë në konkurs artistik të gjimnazeve. Do të falenderoj gjithë lotërinë të cilët për 3 muaj janë angazhuar maksimalisht. Do të falenderoj drejtuesit e shkollave, mësuesit që janë marrë me to çdo ditë. Por siç e dini, ky konkurs do fitohet nga një shkollë. Edhe shkolla që ka marrë më shumë çmime dhe ka pas më shumë numra, do shkolla shkolla fituese. Të gjithë keni qenë fantastik. Shkolla fituese e Art Fest Lisus 2024 është Regacionista. What about Lisa?